Ligji 7501 i vitit 1991 shpesh është quajtur krim ndaj pronarëve, por në fakt ai nuk u dha njerëzve pronë, vetëm të drejtë përdorimi mbi tokën bujqësore për 3 vjet, pa të drejtë shitjeje. Ai u miratua në një kohë tranzicioni për të shmangur kaosin pas shpërbërjes së kooperativave. Masakra e vërtetë ndaj pronës nisi më vonë, me ligjet që miratoi Partia Demokratike në pushtet. Ligji numër 7715 i vitit 1993 dhe ligji numër 8053 i vitit 1995, që e kthyen përdorimin në pronësi, pa shpërblim. Këto ndryshime legalizuan tapit e përkohshme dhe hapun rrugë për abuzime, regjistrime fiktive dhe klientelizëm politik. Në përfundim, përgjegjësia për shkatërimin e konceptit të pronës dhe dëmimin e pronarëve të ligjshëm bie mbi PD-n, e cila, ndonse pretendonte se mbronte të djaftën dhe pronarët, miratoi ligje që shkelën vetë parimet e saj.